Përshëndetje shenja gafores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prisëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi karroca, faqja e kupave, 10 kupat, kalorësi shkopimeve. Energjia juaj personale këtë javë fillon me karrocën, një kartë shumë e fuqishme e drejtimit dhe vendosmërisë. Ju mund të ndjeni një shtysë të fortë për të marrë kontrollin e jetës suaj dhe për të lëvizur përpara drejt një qëllimi. Kjo është energjia e një personi që nuk dëshiron të qëndrojë më në një vend. Ju dëshironi progres, qartësi dhe rezultate. Pas kësaj shfaqet faqja e kupave që sjell një valë ndjenjash më të buta dhe intuitive. Mund të ndjeni më të hapur emocionalisht, më të ndjeshëm ndaj mesazheve të zemrës suaj ose të tjerëve. Kjo kartë shpesh tregon edhe surpriza emocionale, lajme të këndshme ose një moment që ju prek shpirtërisht. 10 kupat është një nga kartat më të bukura të tarotit dhe lidhet me përmbushjen emocionale dhe harmoninë. Ju mund të ndjeni një moment gëzimi, ndoshta përmes njerëzve që ju duan ose përmes një ndjenje të thellë se jeta juaj po shkon drejt një harmonie më të madhe. Në fund të kësaj sekuence shfaqet kalorësi i shkopimeve, një energji dinamike dhe pasionante. Kjo mund të tregojë një rritje të motivimit dhe dëshirës për të vepruar. Ju mund të ndjeni se jeni gati të ndiqni një ide, një projekt ose një dëshirë që ju ndes brenda. Mesazhi është se kjo javë mund t'ju çojë nga një moment vendosmërie drejt një ndjenje gëzimi dhe më pas drejt një veprimi të guximshëm. Kartat këshillojnë të mos e frenoni energjinë tuaj krijuese. Kur zemra dhe vullneti bashkohen, ju mund të arrini shumë më tepër se sa mendoni. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbreti i shpatave, 5 shpatat, 9 shpatat, kalorësi monedhave dhe 2 shkopin që ranë njëkohësisht. Në familje këtë javë duket se energjia është sfiduese dhe më mendore se sa emocionale, do të thoja unë. Mbreti i shpatave tregon një energji racionaliteti dhe autoriteti. Mund të jetë një person në familje që është shumë i drejtë dhe logjik, por ndonjëherë mund të duket i ftohtë emocionalisht, mund të ketë biseda serioze ose vendime që kërkojnë mendim të qartë. 5 shpatat tregon tension ose mosmarrëveshje. Mund të ketë një situatë ku dikush ndjen se duhet të mbrojë veten ose mendimin e tij ose të saj. Kjo kartë shpesh tregon konflikte që lindin nga egoja ose nga keqkuptimet. Pas kësaj vjen 9 shpatat, një kartë shqetësimi dhe mendimesh të shumta. Mund të ketë ankth ose brenga që lidhen me familjen. Ndonjëherë kjo kartë tregon se mendimet negative janë më të forta se realiteti. Megjithatë, kalorësi i monedhave sjell një energji stabiliteti dhe përgjegjësie. Ai tregon se situata mund të zgjidhet me durim dhe qasje praktike. 2 shkopinjt në fund tregon se familja mund të jetë në një moment të planifikimi për të ardhmen ose ju vetë ndaj familjes, pra ku duhet të merret një vendim për drejtimin e mëtejshëm. Mesazhi për këtë është se edhe nëse tensionet shfaqen, ato mund të zgjidhen përmes durimit dhe komunikimit të qetë. Pra, kartat këshillojnë se nuk duhet të reagoni menjëherë ndaj provokimeve emocionale, duhet të merrni kohë për të reflektuar para se të përgjigjeni. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 5 monedha, 8 kupat, mbretëresha e monedhave, hierofanti. Në dashuri, energjia duket shumë transformuese, do të thoja unë. 5 monedhat shpesh lidhet me ndjenjën e mungesës ose të distancës emocionale. Ju mund të ndiheni sikur një lidhje nuk ju jep gjithë mbështetjen që dëshironi ose meritoni. Ose mund të ketë një moment ku ndjeni vetmi edhe kur nuk jeni fizikisht vetëm, por pas kësaj shfaqet 8 kupat që është karta e largimit emocional. Kjo nuk do të thotë gjithmonë ndarje,
Shpesh tregon një moment kur ju kuptoni se duhet të largoheni nga një model, një ndjenjë ose një situatë që nuk ju përmbush më. Por energjia ndryshon me mbretëreshën e monedhave, e cila sjell stabilitet, ngrohtësi dhe kujdes. Kjo kartë tregon një person që është i besueshëm, i qëndrueshëm dhe që di të ndërtojë një lidhje të fortë. Në fund shfaqet Hierofanti, një kartë shumë e rëndësishme për marrëdhëniet serioze. Kjo kartë lidhet me traditën, përkushtimin dhe strukturën në dashuri. Pra, narrativa e dashurisë për ju këtë javë më le të nënkuptoj se ju mund të filloni javën duke ndjerë një boshllëk ose një distancë emocionale. Kjo mund t'ju bëjë të reflektoni nëse situata aktuale ju përmbush vërtet apo jo. Por ndërsa java përparon, mund të kuptoni se dashuria e vërtet kërkon stabilitet dhe përkushtim. Një person i besueshëm ose një energji më serioze mund të hyjë në jetën tuaj ose të forcohet në lidhjen ekzistuese. Pra këshilla është të mos qëndroni në një lidhje vetëm nga frika e vetmisë, zgjidhni dashurinë që ju jep siguri dhe respekt. Kalojmë tek puna. Në punë kemi kryepriftoresha, faqa e monedhave, perandori, 10 shkopinjt. Në aspektin profesional, kjo duket si një javë e rëndësishme për zhvillim dhe përgjegjësi. Kryepriftoresha tregon se disa gjëra në punë mund të mos jenë ende plotësisht të dukshme. Ju mund të ndjeheni intuitiv se diçka po zhvillohet prapas skenave. Faqa e monedhave tregon një mundësi për të mësuar ose për të filluar diçka të re në aspektin profesional. Mund të jetë një ide, një projekt ose një aftësi që po zhvilloni. Perandori sjell strukturë dhe autoritet. Mund të përballeni me një figurë autoriteti në punë ose të merrni ju vetë një rol më të fortë drejtues. Por 10 shkopinjt tregon se përgjegjësitë mund të jenë të shumta dhe ndonjëherë të lodhshme. Ju mund të ndiheni sikur mbani shumë barr mbi supe. Mesazhi është se edhe pse mund të jetë një periudhë e ngarkuar, ajo mund të ndërtojë një bazë të fortë për të ardhmen tuaj profesionale. Kartat këshillojnë të mos përpiqeni të bëni gjithçka vetëm, delegoni dhe organizoni energjinë tuaj. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi zemërim. Atëherë, kjo kartë flet për një emocion shumë njerëzor që është zemërimi. Zemërimi nuk është gjithmonë negativ, ai shpesh tregon se një kufi është shkelur ose se një nevojë e brendshme e rëndësishme nuk është dëgjuar. Pra mesazhi është në fund që të shtypni zemërimin, përpiquni ta kuptoni atë. Ai mund t'ju tregojë se ku duhet ju të vendosni kufi më të qartë. Paçim.